Okej, le të futemi drejt për drejt në temë. Mirë se vini në këtë shpjegues ku do të trajtojmë diçka vërtet frymëzuese. Shpesh, kur flasim për edukimin, na shkon mendja te kurrikulat e ndërlikuara apo te politikat e mëdha shtetërore. Por ajo që harrojmë shpesh është se themeli i gjithë kësaj ndërtohet mbi gjëra fare të thjeshta. Fokusi ynë sot është se si diçka aq e vogël sa një laps, një fletore apo një çantë shkollore ka fuqinë fjalë për fjalë të transformojë të ardhmen e një fëmie. Dhe siç do ta shohim, nuk bëhet fjalë vetëm për mjete fizike, është një investim direkt që forcon lidhjet brenda vet komuniteteve tona. Pra, le ta mendojmë pak këtë. Çfarë qëndron me të vërtet mes një fëmie dhe edukimit të tij? Ndoshta na vijnë në mendje barierat e mëdha ekonomike apo mungesa shkollave, por për një pafundësi fëmijësh nevojë pengesa shumë më bazike. Është fjalë për fjalë mungesa e një mjeti për të shkruar. Imagjinoni për një moment sikur të shkoni në punë çdo ditë pa mjetet tuaja, pa kompjuter, pa asgjë, e pamundur apo jo. Për këta fëmijë, ky mal i pakapërcyeshëm shpesh është thjesht një çantë për të mbajtur librat apo një fletore për të shënuar. Është një realitet i ashpër, padyshim, por tregon se si këto objekte të vogla bëhen muri ndarës mes një fëmie dhe potencialit të tij të plot. Dhe këtu është pasoja vërtet. Mungesa e këtyre mjeteve bazë ka një kosto të fshehur, një barrë psikologjike që rëndon jashtëzakonisht shumë të nxënësi. Mendoni pak si ndjet një fëmijë kur ulet në klasë dhe sheh që të gjithë rreth tij janë gati, ndërsa ai nuk ka as edhe një laps për të hapur. Kjo godet direkt në vetbesimin e tyre. Fillon ajo ndjesia e hidhur e të qenit i lën pas, e cila përkthet rrufeshëm në rezultate të ulta dhe e çështë më e keqja në rënje totale të motivimit për të mësuar. Edukimi, i cili duhet të jetë një dritare mundësish, kthehet befas në një burim stresi dhe turpi. Pjesa e parë, ndikimi përtej klasës. Por le të ndryshojmë pak këndvështrim këtu, sepse historia e këtyre pajisjeve nuk mbaron brenda 4 mureve të klasës. Kjo na sjell te diçka vërtet të bukur, solidariteti. Kur dikush dhuron një çantë, nuk po jep thjesht një copë në copë me zinxhir për të mbajtur libra, absolutisht jo. Po i dërgon atij fëmijë një buzëqeshje dhe një mesazh shumë të qartë. Ne besojmë tek ti dhe ti nuk je vetëm. Është krijimi një kulture të mirëfillt, kujdesi dhe empatie. Ky akt human na lidh me njëri tjetrin dhe tregon se rrugëtimi i çdo fëmie ka rëndësi. Pjesa e dytë, forcimi i komunitetit. Dhe kjo e ilustron në mënyrë geniale atë që ndodh më pas. Ne nuk po flasim vetëm për bamirësi këtu, po flasim për socioekonomi të pastër. Është një reakcion zinxhir shumë i saktë. Çdo gjë nisme. Hapi 1. Sigurimi i atyre pajisjeve shkollore. Ky është katalizatori. Sapo nxënësit kanë mjetet, kalojmë natyrshëm te hapi 2. Ata bëhen nxënës të motivuar, të sigurt dhe të aftë të shpalosin talentin e tyre. Dhe nga një brez i edukuar mirë, arrim në mënyrë të pashmangshme te hapi 3. Një ekonomi e zhvilluar. Qytetarët dhe udhëheqësit e së nesërmes po formohen sot. Që do thotë se të investosh te mjetet e tyre shkollore është pas një egzagerim të investosh në të gjithë vendin. Pjesa e tretë, thyerja e mitena. Tani, ajo që është vërtet interesante rreth kësaj teme është se si ndonjëherë ne e sabotojmë vetë dëshirën për të ndihmuar. Ka një mit shumë kokëfort që thotë, po një fletore e vetma nuk bën ndonjë diferencë. Realiteti është krejtësisht e kundërta. Le të sillim ndërmend historinë e vërtetë të një djalit vogël, i cili për javë të tëra ulej në fund të klasës, krejtësisht i tërhequr, pa e ngritur kurrë dorën, jo sepse nuk i dinte përgjigjet, por nga turpi që nuk kishte një fletore si të tjerët. Momentin që një dhurues i thjesht i siguroi një pako me disa fletore dhe lapsa, ndryshimi ishte si dita me natën. Të nesërme mbante shënime me krenari, notat ju rritën dhe ajo buzëqeshja ju rikthye. Për atë fëmijë, ai lapsi vetëm pati një makro ndikim, ja rishkroi krejtësisht të ardhmen. Një tjetër pengesë klasike është ai mendimi, nuk mund të bëj asgjë vetëm. E kemi dëgjuar të gjithë këtë apo jo? Është një justifikim mjaft i përshtatshëm, por realiteti është se asnjë ndryshim masiv në historinë njerëzore nuk ka nisur nga miliona njerëz njëherësh. Ndryshimet më të mëdha, gjithmonë, pa përjashtim, fillojnë nga veprime të vogla e të lokalizuara. Është si ai guri që hedhim në ujë, krijon një valë të vogël, e cila pastaj bashkohet me të tjera për të krijuar një ndryshim sistemik, duke e fshirë pavarësinë një fëmijë e nga një fëmijë. Pastaj vjen dhe jashtë quajturi efekti i kalimtarit. Dikush tjetër do të ndihmojë. Le ta bëj shteti ose ndonjë organizat. Problemi me këtë delegim përgjegjësie është se thjesht i bën lidhjet tona shoqërore më të dobta. Komunitetet nuk bëhen të forta duke pritur shpëtimtar. Ato bëhen të pathyeshme vetëm atëherë kur të gjithë japin atë kontributin e tyre të vogël. Kur çdo person merr pak përgjegjësi, ne kultivojmë një ndjenjë të jashtëzakonshme uniteti dhe tregojmë se e ardhmja e këtyre fëmijëve është një përgjegjësi e jona e përbashkët. Pjesa e katërt, veprime të vogla. Pra,
Si bëjmë gjërat të ndodhin? Si kalojmë nga teoria në praktik përpara se të fillojë viti shkollor? Është super e thjeshtë dhe e realizueshme për çdo. Mund të fillojmë duke dhuruar një çantë që nuk na duhet më, apo të blejmë disa libra e stilolapsa shtesë, gjëra që për ne ndoshta janë të parëndësishme, por për dikë tjetër janë gjithçka. Mund të mbështesim organizatat e bamirësisë, ose akoma më mirë, të bëhemi vetë nismëtar dhe të organizojmë fushata të vogla në vendin tonë të punës. Këto veprime direkte për familjet në nevojë sigurojnë që mundësitë e barabarta të mos jenë thjesht një koncept utopik, por realiteti i përditshëm. Dhe teksa po i afrohemi fundit këtij materiali, ja vlen vërtet të ndalemi tek ky citim. Një laps mund të shkruaj një ëndër, një libër mund të hap një botë të re. Besoj se kjo fjalë për fjalë e përmbledh thelbin e asaj që theksuam sot. Është absolutisht mahnitse fuqia e mjeteve më bazike për të ndryshuar përgjithmonë jetën e një nxënësi. Ato nuk janë thjesht objekte inerte druri apo letre. Janë çelësat që zhbllokojnë imagjinatën, gurët e themelit ku do të ndërtohen të gjitha zbulimet e nesërmës. Pra, nëse jemi vërtet dakord se një laps kaq i thjesht mund të shkruajë një ëndër të tërë, atëherë pyetja me të cilën duhet ta mbyllim është kjo: çfarë ëndre e re dhe jashtëzakonshme do të fillojë të shkruat që sot fal një kontributi krejt të vogël nga secili prej nesh? Edukimi ka nevojë për mjete të duhura dhe e ardhmja formosohet pikërisht nga ky kujdes që tregojmë tani. Faleminderit pafund që na ndoqët dhe shpresojmë që ky diskutim t'ju ketë frymëzuar sadopak për të lënë një gjurmë fantastike në komunitetin tuaj.